Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për oficerin e policisë gjyqësore Edison Tabaku, arrestuar për aferën e korrupsionit ku dyshohet të jenë përfshirë dhe 2 zyrtarët e policisë rrugore, Roven Zeka dhe Sokol Novaku. Tabaku ka mbajtur shëndrim mohues për akuzën por nuk ka dhënë deklarime. Një aksident pa viktima i bashkëshortes një biznesmeni u bë shkak për arrestimin e efektivit Tabaku dhe zyrtarëve në detyrë të policisë rrugore të Tiranës. Mësohet se para disa ditësh Edison Tabaku, oficeri i policisë gjyqësore, shkoi për të kthyer vendin dhe rrethanat e një aksidenti në qytet. Gruaja e përfshirë në ngjarje i kishte kërkuar që çështja të mbyllej aty për aty edhe kundrejt ndonjë shumë e parash, në mënyrë që të mos referohej në prokurori. Në bisedimet me saj dhe policëve, është përfshirë edhe bashkëshorti i saj biznesmen, të cilin SPAK e kishte nën përgjim për një tjetër dosje jetimore. Si rrjedhoi në këtë përgjime, SPAK zbuloi se ata kanë komunikuar me njëri tjetrin për ofrimin e një shumë e parash në mënyrë që çështja të mbyllej në favor të gruas së tij. Në njoftimin zyrtar të prokurorisë së posaçme, thuhet se më datë 16 prill 2025 në qytetin e Tiranës ka ndodhur një aksident rrugor, ku 2 automjete janë përplasur me njëri tjetrin. Si pasojë e aksidentit, 5 personat që udhëtonin në njërin nga automjetet janë dërguar në spital për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa në automjetin tjetër ndodhej vetëm drejtuesja me iniciale AV, bashkëshortja e shtrasit me iniciale EV i dyshuar për kryerjen e veprës penale të korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Pas të dhënave dhe informacionit siguruar nga oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit, ka rezultuar se punonjës të policisë rrugore i kanë kërkuar familjarëve të drejtuesës së automjetit shtetases me iniciale AV pagesën prej 2.000 eurosh për mos arrestimin e saj. Shuma e parave është kërkuar të dorëzohej brenda një kohe të shkurtër dhe është siguruar nga personi nën hetim me iniciale EV me ndihmën e personave të tjerë. Këtë shumë ja ka ndërzuar njërit prej punonjësve të policisë rrugore, fakt i provuar gjatë hetimit. Urdhri i ndalimit të 3 shtetasëve është ekzekutuar nga Byroja Kombëtare e Hetimit në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Gjatë kontrolleve të kryera për llogarit të këtij procedimi penal, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shumat prej 2.500.000 lekë dhe 26.000 euro.